Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sonte me natën e zjarreve përmbyllet manifestimi 3 ditori epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Aktivitetet të shumta janë shënuar më 5 dhe 6 mars në 27 vjetorin e rënjes heroike të komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes Jashari. Qytetarë të shumë bashkëdhetan nga diaspora, përfaqësues të institucioneve dhe ata të partive politike, kanë bërë homazhe te varri i Adem Jasharit, familjarëve të tij dhe të rëndëve në mars të vitit 1998 në Prekaz. Sot në ditën e 3 të epopesë, nga ora 19 fillon ndezja e flakadanëve në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Pas ndezjes së flakadanëve në orën 19:30 do të vazhdojë manifestimi Nata e zjarreve me program kulturor artistik në sheshin Adem Jashari në Skënderaj. Shpallja e rezultateve përfundimtare për zgjedhjet parlamentare në Kosovë të mbajtura më 9 shkurt mbetet në pritje. Në varësi të ankesave që do të adresohen në PZAP me afate ligjore, mund të zgjasin procesin deri në mesin e muajit mars. Ndërkaq dje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka refuzuar rekomandimin e sekretariatit për hapjen e të gjitha kutive të votimit nëpërmjet postës me qëllim rivlerësimin e flet votimeve të pavlefshme. Vendimi u kundërshtua nga antarët e PDK-s, gjë që shkaktoi kundërshti të ashpra me antarët e vetëvendosjes në KQZ. Ndërkohë, ambasada gjermane në Prishtinë ka shpërndar qëndrimin e të dërguarit special të qeverisë gjermane për vendet e Ballkanit perëndimor Manuel Sarrazin, i cili bën thirrje për krijimin e shpejtë të qeverisë së re. Ne jemi plotësisht dakord me mendimet e të dërguarit të posaçëm Sarrazin në intervistën e tij të fundit. Tani është koha që partitë kosovare ta vënë përpara interesin e vendit dhe të punojnë së bashku, është shkruar në ambasadën gjermane. Në nderim të mësimdhënësve në shkolla dhe universitete, sot shënohet Dita e Mësuesit. 7 marsi e ka zanafillën e hershme që kujton themelet e para të shkollës shqipe. Ka filluar të kujtohet që kur shteti shqiptar vendosi që kjo ditë të jetë fest në shenjë përkujtimi të themelimit të parës mësimtore shqipe në Korçë në mars të vitit 1887. Dita e Mësuesit festohet në të gjitha trevat shqiptare si një ngjarje me rëndësi dhe ku të gjithë kujtojnë mësuesit e parë të shkronjave shqipe. Vazhdojmë me lajmet nga bota. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar nga Hamasi që t'i lirojë të gjitha pengjet që ende mbahen në rripin e Gazës ose do të ballafaqohen me pasojat, derisa civilët palestinez në Gazë po i vuajnë pasojat e bllokadës izraelite. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar që Hamasi të liron të gjitha pengjet izraelite që ende mbahen në rripin e Gazës, duke thënë se në rast që pengjet nuk lirohen, çmimi që do të paguhet do të jetë shumë i lartë. Ai njëkohësisht ju kërcënua dhe udhëheqësisë së Hamasit, duke thënë se ka ardhur koha që krerët e grupit militant të largohen nga rripi i Gazës. Njëkohësisht, udhëheqësia e Hamasit tha se kërcënimet e presidentit amerikan tregojnë qartë për krahjen e tij për Netanyahu dhe tentimet e tij që t'i shmangat kushteve të cilat i pranoi në marrëveshjen e armëpushimit. Hamasi deklaroi se mënyra më e mirë për të siguruar lirimin e të gjitha pengjeve është përmes negociatave dhe zbatimit të fazës së dytë të planit të armëpushimit, të cilën, sipas Hamasit, Tel Avivi po e vonon qëllimisht. Ndërkohë, organizatat humanitare dhe zyrtarët në Gaza kanë thënë se situata e popullatës civile po shkon duke u përkeqësuar për shkak të bllokadave izraelite të ndihmave humanitare dhe derivateve të naftës. Zyrtarët nga Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania kanë thënë edhe se bllokada e ndihmave humanitare e nisur nga Izraeli javën e kaluar është shkelje e ligjeve ndërkombëtare dhe i bën thirrje Tel Avivit të përmbahet kushteve të marrëveshjes, e cila ndaloi luftën që shkaktoi vdekje në rreth 50.000 civilëve dhe shkatrim masiv në rripin e Gazës.
Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takojmë sërish në orën 9. Bashkë, mirupafshim.